Historia e Zotit Agim është një histori e cila për shumë persona do të ishte si një makt. Por ai e ka gjetur veten duke u kujdesur, duke qenë një prind i cili ka një rol shumë të rëndësishëm, të kujdeset për djalin e tij, i cili prej vitesh vuan nga një sindrom që dobëson muskujt, nervor edhe kockat po ashtu. Falenderoj shumë që sot je këtu me mua për të folë dhe për të ndarë me gjithë njerëzit do ta dëgjojnë këtë intervistë. Gjithë sakrificat dhe gjithë rrugëtimin tuaj që ka filluar që në vitin 2005 e deri më sot dhe që nuk do ketë një ditë që do ndaloj, por mund të përmirësohet dhe mund të jetë një rrugëtim më i lehtë për ju, për djalin tuaj dhe për gjithë familjen tuaj. Faleminderit për vizitë e kontaktet që morën mundimin dhe arritëm që bashkë bisedojmë për këtë djalin tim për smunje që ka këtu. Faleminderit juve që po e ndani me ne. Ka vazhduar që moshën 14 vjeç. Ka qenë 14 vjeç kur ka dhënë simptomat e para. Po, shenjat e para. Kur shkote në shkollë, se kishte shkollën 1 orë e gjys larg nga shtëpia që banojshim në fshat. Edhe kur vishin ktheshin nga shkolla, më tregoshin fëmijët e tjerë që djali orzot 2 herë, 3 herë, gjithë rrugës. Ecë rrëzau. Pra filloi të humbiste ekuilibrin. Humbiste ekuilibrin. Edhe në atë kohë më mora qonin edhe bëna vizitat ke mjeku, erdha ke spitali Burrellit, më dhanë rekomendim i kanë Tiranë, bëna vizit ke spitalin PES, ke neurologu, ai i nëzori diagnozën që është... Pra ju e keni kuptuar diagnozën që në vitin 2005? Po nxirë qonin jashtë, nga zyra, nga dhome vizitës, edhe tha ktheu, ade këtu. Edhe më pyeti mu për gjenjen që kam. Edhe tha ky ka një sëmundje, tha pashërueshme, edhe pa mjekueshme. Edhe po si do bëhet, tha kur s'ka mjekim, se më ktheu quni mu. Tha çfarë tha doktori, tha dha receta për të marrë ilaçe. Aty mu gul më tepër, u vrava në shtëpi shumë. Thash, nështë ka harru, thash, po të shkoj ta pyes. Shkova pyeta doktori, thash, në ilaç, në gjë, thash, aja i kuptoj që më ktheu quni mu se s'dha ilaçe ky. Se quni ishte i zgju dhe i kuptote gjanat gjitha. Po tha, më falë tha se dhe të japë, edhe më dha një kompleks vitaminash. Sa për të dhënë një recetë? Sa për të dhënë një kuraja që mos të jo quni. Megjithatë unë prap Nësi marrova vizitën ke spitali nr. 5, atëherë në 2013 në kom shtru ke Ushtaraku. Filloj të elon, tu ec me kosh, tu ec edhe me kosh, me 4 rrota, tu ec me kosh, mrapa tu majt për murje, me zore, dhe arriti që në 2013 nuk ecëm. Që nga 2013? Në 2013 mrapa, a i vesh me karrocë. Me karrocë. Është e pamundur. Pamundur. Edhe më dhanë një lloj ilaçi, idebenone quhet ajo, po në Shqipëri nuk ka. Idebenonen vazhdoi edhe një 2 muaj gjatë kohë, nuk e mbaj mend sa kom më. Si ndryshoi gjendja e tij gjatë kohës që merrte kukurin? Nuk ka. Nuk pati asnjë efekt? Jo, s'ka. Nuk ka. As nuk e lehtësoi disi? Jo, më kom qodhe ke spitali amerikan në Prishtinë. Mendim e ambasadorit Kemal Migjazit, më ka një më shumë, edhe në Tiranë, edhe atje në Prishtinë. E të njëjta diagnozë, pra për të siguru, edhe më thanë doktor që me qusë. Ku me qusë, nuk ka mjekim. Derisa një smundje që nuk ka mjekim, do të thotë që nuk ka shërim vetëm fizioterapia. Vetëm fizioterapia për ta marrë në gjenje që është, që ka arrit. Nuk ka një ilaç, një barë, një kur që ai mund ta marrë që të paktën të ndalojë progresin? Po. Progresin e kësaj sindrome? Tash i kohët e fundit është shfaqje. Që ky shuni punoi edhe me shoqat të kësaj lloj smundje, shi një 30 dhe sa veta që janë shoqat, edhe ka dalë në Amerikë, o fut edhe në Europë, po kjo është një ilaç shumë i shtrenjtë. Shumë i shtrenjtë. A i dini vlerën e këtij ilaçit momentalisht? Kushto shumë. 370.000 dollar në vit. Në vit. 370.000 dollar në vit për të majtë mos avancimin e sëmundjes.
përballohet. Nuk përballohet, është e pamundur dhe ta mendosh. Unë me bashkëshortën time pensionista, ky invalid, kuptim e llafit, kam 3 çunat e tjerë, ato të gjithë familjar, e ke parasysh nga veti 4, veti 5, bile edhe shtëpinë që kemi në fshat, se ka 2 vjet që kam marrë këtu unë. Po, 2 vjet jetoni në Burrel, po. Po, se na u prishën dhe shtëpia atje, raçatia, u prishën sovatime, gjanat e ke parasysh mos i shtëpi fshati, po u degradum shumë e ishim vështirësi i çunin që kemi këtu. U detyruan na mori me vete, se dëshme ta lënë atje ku thajnë llafi kështu, në vetëm. Jemi këtu, tash po janë veti shtati, veti. Pra mundësitë ekonomike janë shumë të ulta dhe shumë të papërshtatshme që ju të mundeni të siguroni këtë ilaç që Sajmiri e ka të domosdoshme për të mos u përkeqësuar gjendja e tij. Nuk arrihet kur. Një tramë më dhe edhe para fillimisht që u zbulu smunja dhe nuk u që Sajmiri nuk e ditë mirë. Po. Dhe mu më thanë doktor që një smunje që nuk ka mjekim, thote që nuk ka shërim, thote është smunje pashërushme. Unë në ishim të vrasë, si prindi që i vranë shpirt aty këte prapë. Çdo kërkesë që mund ma bote, unë i thoshe jo këti, pra do me shëbërë, se nuk kemi lënë vend pa shku, në kuptim në llafi si erdhë kjo smunje pa aksidentu. Jeni përpjekur të shkoni kudo që ta lumturoni atë. Ta lumturoni në vendet mira, si mas le spitalet atëhere kus nuk janë përplas, çdo herë. Mirë po, derisa arriti që më tha doktori kështu, tash të ketë bisedu vetë me Sajmirin ti, tash unë i thamë gjanë Sajmiri, se ti nuk do bësh kështu më, e ke parasysh, e pranoj doktori, shefi neurologjisë Ushtarakut, ke spitali Ushtarak e Trama, edhe bisedoj me Sajmirin. Si e priti Sajmirin? Po, tash i helbete, jo, mirë, po, tha s'ke që me ba, tha kush nuk ka mjekim, thaj, ku do që të qoju, thaj, nuk ka rezultat. Do mundu është ta bësh fizioterapi, aqë. Ju aktualisht ndiqni fizioterapi, apo është e pamundur? Tani po, tani e kam bëu njën 3 ditë. E ka ndihmuar disi, si e keni parë ju në gjendjen e tij? Pra nuk ka një efekt? Si ka qenë vjetë e zanë është sinjët. Keni kërkuar ndihmë? Jo. Çfarë ju ka bërë që të mos kërkoni ndihmë? Nuk keni patur shpresë se mund të gjeni një mbështetje qoftë nga shteti, qoftë nga njerëz të tjerë që duan t'ju ndihmojnë? Detyrimi që u bë, që u largova nga fshati, po si ra tërmeti, pak shkak u bë tërmeti, ke parasysh? Edhe mrapa qatia e gjana më shtëpi vjetër e qik edhe u bë që në tërhëqi që unë e tha hajde Ai veti 4, vetë me 2 fëmijë, edhe 3 mina, unë me Sajmirin e me gruat, edhe me 7 frymë, me i shtëpi tonë, po me vështirësi. Kanë kaluar 2 dekada që nga momenti që ju keni kuptuar që Sajmiri po i hynte një rrugë shumë të vështirë me shëndetin e tij. Unë dua ta di si kanë qenë këto 2 dekada, pavarësisht se unë e kuptoj që ju nuk doni të fokusoheni shumë tek ato, por në të njëjtën kohë duhet të tregojmë, duhet të themi se çfarë vërtet keni kaluar. Dhe jam e sigurt që jeni gjetur në shumë pikë pyetje në mbyllje të muajit, se çfarë duhet të zgjidhni, duke përfshirë këtu prioritetin tuaj, shëndetin e Sajmirit, po nga ana tjetër, rolin tuaj si kryefamiljar, për të kujdesur për familjen dhe për pjesëtarët e tjerë, 4 fëmijë të tjerë dhe bashkëshorten tuaj. Si ka qenë për ju? Për ne ka qenë një situatë shumë e rëndë, edhe shumë e vështirë. Isha vetë 7 në familje, unë. Edhe me 5 fëmijët edhe unë me gruat 7, vetë 7 ishin të 2 pa punë, fëmijët e vegjël, para një 2 dekada. Po, 20 vite. Ishin të gjithë në shkolla. Më i madhi ka qenë gjimnaz, tjerë të vjeçare, vazhdon shkollën e mesme, gjimnazin. Arritën edhe ishte një 10 vjeçar i parë ka qenë shumë i vështirë, pa punë, pa asnjë lloj të ardhur, asnjë gjë. Më arrit që i kam marrë misër kokër,
për të ushqy, për ta qu, si i thani në këmulliri, për ta blu, për ta bë miell, për ta hëngër bukë. Ka qenë kaq e vështirë sa s'ka. Si arriti edhe ku hap edhe lajmi që në maj ka qenë, se ka qenë fund të provimit klasës 8 aty. Po. Që ka marrë lajmin, u shkote të dhanë provimin ke shkolla edhe urzote gjithë rrugës. Edhe ku më thamë, u shështu dhe qaj e doktor. Edhe ka qenë në maj të 2005, që ky ka këtë lloj smundje. Edhe kjo ishte trama prapë më e madhe e këtij lloji. Pra përveç gjendjes ekonomike? Gjendjes ekonomike, shtëpia kam pasi shtëpi me balë, ka qenë murë me guri, po me balë, pa gëlqere, pas qymenta. Një shtëpi thjeshta për të strehuar. Thjeshta për të strehuar. Që i kam jetu deri këtë kohën e sotme. Po si ja keni dalë gjatë kohës, as ju, as bashkëshortja juaj nuk punonit, nuk ishit ardhura? Me vështërsitë muaja shumë me borxhe mjaft. Nga tafmit e mi, je parasysh. A keni arritur sot të shlyeni ato borxhe? Po tash edhe mos qesh të shlyen nuk mi kërko kush. Se jam falë, kuptimin e llavit, edhe kështu është. Është shumë vështirë. Atëherë trama e çonit, kjo e rënoj më shumë. Dua të ndalim në një pikë që e bën shumë të veçantë Saimirin. Në mes të gjithë kësaj fatkeqësie që i erdhi, ai ka gjetur një pikë shumë të bukur, që është talenti i tij të pikturoj. Ka rreth një vit apo jo që ka filluar të bëj pikturat e tij të para. Ka qenë kjo dëshirë e tij që kur ka qenë i vogël dhe tani është rikthyer, apo si e gjeti veten përpara një telajoje duke pikturuar? Ky që në shkollë në klasë 8, se s'ka vazhdo më gjatë, se smundja nuk e lejoj. Nuk e lejoj, edhe kushtet nuk ishin fare që jesë s'kishte kushte, as shkolla, as rruga, as për gjë, po. Po kje ka pas vizatimi, ka pas pikë dobet, ka pas shkemi, ka qenë nxënësi i 10-s dhe në klasë 8. Po dhe pikturën e kishte, vizatim, më boshin vizatime i kështu. Po, ka qenë pjesë e lëndëve, mos i më. Pjesë e vetja, e tjekit, ke parasysh. Ky si u zhërnu këto ke tjendra, filloj, unë nuk e besova. Sa është e vërtet kjo punë. Jo, po, ku vishit këtu, vishin pikturat, gabon Saimiri, edhe sikur e heqe dha stresin e vetë që Saimiri nuk gjithmonë aktivizohet. Po, ti Saimiri nuk i ke zbulu, se Saimiri lusha shumë. Pra përveç se piktor, pas kemi dhe një shahist. Shahist nëmër 1. A luani bashkë kësha? Në të drejtën nuk e di mirë, se nuk luaj shumë. Po, vesh di se si lëvizet. Po. Saimiri që nga goxha i zoti, jo pas ka kaluar. Saimiri, mo thash ti, ai kur i hip motorit edhe vje verës shef shumë shahista, ke tregu, ke... Po, edhe ju bashkohet? Ju bashkohet, po nuk leja asnjë pa e mund. Edhe asnjë thot jo me ty s'un luj. është talent i madh. Ti nga shkolla e mrapa ky nuk pat mundësi edhe nuk i qe aktivizu. Po bon gati një vit e pak tash. Pra që atë herë që kur mori lajmin e la pas dore dhe pikturën edhe ishte edhe kushtet si kishte edhe mirë se talentin në tere, po nga mërzitje, nga kjo edhe kushtet jo edhe u bo ngarkesë e madhe për ta, u bo ngarkesë, po sot sikur aktivizohet. Dhe kjo është një shenjë shumë e mirë, sepse ka shumë shpresë, duke qenë se ai para një viti deri më sot ka realizuar piktura shumë të bukura dhe në të njëjtën kohë duket sikur ai ndihet më mirë me veten, edhe është si shpresë në këtë rrugëtim të tij për juve familjarët, po edhe për atë vet. Qendrën këtu, edhe më thanë që Saimiri ka një dëshirë shumë të madhe përtej kurimit të sëmundjes së tij.
ka një dëshirë që është të ketë një ekspozitë të pikturave të tij. Që të ketë mundësinë që të gjithë shqiptarët dhe jo vetëm të shohin pikturat e realizuara nga Saimiri. Dhe kjo është si një ëndër që duket shumë e largët, po unë mendoj që ne mund ta realizojmë. Kjo do ishte një mrekulli e madhe. Do ishte një heqje gjysës smundjes që ka. Kaq shumë po të realizohet. E do ai, kaq të lumtur e bën? Patjetër. Unë uroj shumë që, siç të thash edhe në fillim, kjo bisedë të shkojë tek personat e duhur që mund ta ndihmojmë të gjithë bashkë Saimirin që ta ketë të rrugëtim të tij me më shumë emocione të bukura edhe më të lehtë. Teksa ne jemi duke folur, Saimiri është duke pikturuar, duke bërë gjën që do më shumë. Unë kam shumë qejf që ne të ndalemi tek ai të shohim të gjitha pikturat, por përpara se ta bëjmë këtë do doja që të bëjmë një thirrje për të gjithë ata që do ta shohin këtë intervistë, për t'u gjendur pranë Saimirit edhe në formën e tyre më të vogël të mundshme, sado që ata munden. Faktikisht kështu është, edhe u bëj thirrje të gjithë ato që kanë mundësi, ju jepet mundësia, që po edhe jo llafin me të mirë, përqafim me lumturi, gjanat, t'ja shprehin, t'ja adhurojnë, si mas modelit që kanë. Pra nuk po bëni një thirrje për atë që është shumë e nevojshme për rrugtimin e Saimirit, për një ndihmë ekonomike, por ju po bëni një thirrje që është me shumë kuptim, edhe një përqafim apo një fjalë e mirë do ta ndihmonte atë që ta kaloj këtë rrugëtim dhe ta ketë akoma më të lehtë ta ndaloj progresin e sindromit që ai ka. Unë falenderoj shumë për gjitha fjalët që ndat këtë histori tuaj me ne, që nuk ishte as pak e lehtë na i thonit çdo fjalë që ju na tha. Që një kënaqësi e madhe, shumë falenderoj për jush. Dhe falenderoj të gjithë ato që do japin sa do pak një kontribut, një gjallë që dedikuar Saimirit. Një shkrim të bukur për Saimirin. Falenderoj shumë për gjitha fjalët dhe për gjithçka. Faleminderit. Faleminderit. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton për video të tjera si kjo dhe aktivizoni notification që mos të humbisni asnjë nga videot e përditshme.